Zitë tani, kur bërë një bilancë të krimtarisë time, qëfar kisha bërë atë vitin që shkoj, vura re se kisha një numër punimesh që bërë një ekspozitë të plot. Të plot, bile duke zgjedhur mes tyre, po jo gjithë që kam realizuar 2025, se unë kam punuar shumë, por e pashtë ishte një ekspozitë dhe vendosa ta bëj këtu në Tiranë. Shumë gjyra, shumë pejsazhe, Shqipëria nga veriu në jug. Në një farë mënyre është edhe një promovim shumë i mirë që ju i bëni vendit tonë. E bëj prej vitesh në fakt edhe lloj rrugtimi kryesisht nga viti 2007 e mbrapa. Pa të qenë viti 2007, të them gjithmonë kemi një kufi në viti 2007, sepse nga 90-a deri në 2007 qenë pak edhe ne si të qëroditur nga ajo periudhë e të pastabilizuar ndoshta dhe... Nëse Shqipëria nuk e ka kaluar tranzicionin, piktorët e kanë kaluar tranzicionin, me një fjali. E kanë kaluar dhe 2007 në Bashkia Korçës bën një koloni arti me artistë. Atëherë kuptuam se ajo është fusha jonë, ajo është puna jonë. Edhe u grupuam edhe në grupe që kemi shënitur bashkë dhe kam pikturuar vazhdimisht. Pra, unë tani shkoj, nuk është se kam shkuar në vendet të reja, mund të kem shkuar pak në vendet të reja, por kam shkuar në vendet ku kam qenë edhe më parë, por duke kërkuar këndet të reja, momente pikturike të ndryshme gjatë ditës, kam futur në paletën time, ose si me thënë, në gjeografinë e pikturave të mia, pranverën që nuk e kam pasur, e kam pas paragjikuar gjyret e pranverës, dhe kam futur edhe prendimet e diellit dhe natët netet më hënë. Aty në gjëra të reja dhe unë i kam dhe në këtë ekspozitë... Në 2015 ne kemi qenë së bashku në Kalabri, unë për një dokumentar për Deradën e ju në koloninë e piktorëve, por na kam mbledhur Irena Toçi. Atje, urdhëro? Një festë e bukur pa t'i qenë. Një festë shumë e bukur, sepse ishte një koloni e tërë piktorësh për të pikturuar shtëpinë, fshatin e Deradës, Maqin, fshatin e Serembes. Vërim dyja bashkë, një gjumë melodioze e tyre shumë e bukur. Vit për vit organizohen kolonit e piktorëve. U këthy në shkollë bukur kjo. U bë një traditë e bukur. Instituti i Librit dhe Promocionit ka një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë fushë, sepse linden edhe peizazhistë të tjerë. Ishte një grup i mirë, por ama u bë shkollë, u rrit numri, u rrit edhe eficienca, u rrit kualiteti pastaj. Dhe sot janë në për Shqipëri, unë shkoj gjithandej. Vërdet shkoj me shumë pasion, rrugtoj me makinën time, me bashkë me bashkëshortën time, herë me grupë piktorësh, dhe kjo punë më ka dhenë shumë kënaqësi gjatë jetës time. Zoti Përvathi, ju jeni dëshmi, po dhe shumë kolegë tuaj piktorë, se sot edhe mund të jetosh me pikturë. Deri para ca vitesh nuk jetohej dot vetëm me pikturë. Ju jetoni me pikturë dhe për pikturën. Unë po them, kam zgjedhja gjenjale e imja që mbetet që mund të vlerësoj sot, bas 32 viteve largësi, në 94 unë isha në punë, vendimi punës u shkurtua, nuk tremba. Mirë për në atë muaj, unë përballova jetesën shumë mirë, sepse dy persona më blenë 3 piktura. Edhe mu duk bukur. Atëherë vendosa, mujnë tjetër po ashtu, edhe vendosa të mos hymë në marrëdhënie pune me shtetin, dhe vetëm kam pikturuar dhe ja kam dalë. Ja kam dalë, kam adhruesit e mi të shumët në për Shqipëri. Kush janë vlerësit e pikturave sot? Kush e vlerëson këtë artë kaq të bukur edhe kaq elitarë? Ja kam thënë dikujt sot, dhe më thënë thembrën e akilit se pse shqiptarët e blenë pikturën. Në kohën e monizmit, individi nuk e blente dot veprën e artet për ta vendosur në mur. Kurse ne piktorët e dhuronin me shumë kënaqësi, sikur me qenë duke dhuruar një gjë të vogël sot. Jepi për kënaqësi të jetet një pikturë. Atëherë blente vetëm shteti, individi nuk e blente dot. Pjesa... Pastaj erdhi një kohë që blini vetëm përfaqësuesit e ambasadave, me sa mbaj mend unë të huajt. Jo, po në komunizëm dhe kishën frikë t'u jepshin atyre se çoj. Jo, mas 90-s, pati një lloj shkëputje. Unë kam fjalën tek pse shqiptarët blejnë pikturën sot. Të argumenti im është ky, mbas 90-s, brezi i ri që lindën, që u rriten, trashëguan në shtëpitë e tyre piktura. Nuk është në vendet fëqinjet tonat, që mundet t'i kenë